Kush janë shqiptarët më të pasur në botë? Edhe pse nuk ka një listë të plotë zyrtare, disa emra përsëriten vazhdimisht në raportet ekonomike, në mediat ndërkombëtare dhe ato rajonale. Ajo që dihet deri më tani është se vetëm një shqiptar është i konfirmuar si miliarder nga lista prestigjioze Forbes, ndërsa të tjerët vlerësohen si miliarder ose multimilioner nga burime të ndryshme financiare dhe mediatike. Samir Mane, miliarderi nga Tirana. Biznesmeni Samir Mane, themelues dhe presidenti Balfin Group, konsiderohet si shqiptari më i pasur dhe një nga njerëzit më të fuqishëm ekonomikisht në Ballkan. Perandoria e tij e biznesit shtrihet në qendra tregtare, miniera, pasuri të paluajtshme, retail, turizëm dhe sektor të tjerë strategjik. Pasuria e tij vlerësohet rreth mbi $1 miliard, ndërsa është shqiptari i vetëm i përfshirë në listën e miliarderëve të Forbes. Bexhet Pacolli, biznesmeni nga Kosova me profil global. Bexhet Pacolli, biznesmen dhe politikan nga Kosova, është një nga emrat më të njohur shqiptar në arenën ndërkombëtare të biznesit. Ai është themelues i kompanisë gjigante të ndërtimit Mabetex Group, e cila ka realizuar projekte të mëdha infrastrukturore dhe rindërtimi në Zvicër, Rusi, Kazakistan e shumë vende të tjera. Mediat ndërkombëtare dhe rajonale kanë vlerësuar Pacollin me pasuri që shkon nga qindra miliona deri në €1 miliard, duke e renditur ndër shqiptarët më të pasur në botë. Ndonse ai nuk figuron aktualisht në listën zyrtare të miliarderëve të Forbes. Familja Destani, fuqia ekonomike nga diaspora dhe Maqedonia e Veriut. Në Maqedoninë e Veriut, mes emrave më të pasur, renditet familja Destani me rënjë shqiptare nga Tetova. Lazim dhe Nazif Destani njihen për ndërtimin e një perandorie biznesi në industrinë e automobilizmit, transportit, logjistikës dhe energjisë, përmes kompanive si Ecolog International dhe bizneseve të lidhura me to. Media të ndryshme rajonale i kanë vlerësuar Destanët si ndër familjet më të pasura në Ballkan, me pasuri që llogaritet në qindra miliona euro dhe me shtrirje të fortë në disa shtete evropiane dhe në lindjen e mesme. Shefqet Kastrati dhe Vasil Naçi, bosët e biznesit në Shqipëri. Krahas Manes në Shqipëri përmenden shpesh si ndër më të pasurit edhe biznesmeni Shefqet Kastrati, themelues i Kastrati Group, i pranishëm në tregun e karburanteve, infrastrukturë rrugore, turizëm, sigurime dhe pasuri të paluajtshme, si dhe Vasil Naçi i Agna Group, një nga grupet më të mëdha në prodhimin e pijeve, distribucion, tregti dhe investime në real estate. Të dy vlerësohen si multimilioner të rangut më të lartë në Shqipëri, me pasuri që shkon në qindra miliona euro, duke i futur në listën e ngushtë të shqiptarëve më të pasur në rajon. Diaspora shqiptare, kapitali shpërndar në të gjithë botën. Përveç këtyre emrave në diaspor, ka edhe biznesmen të tjerë shqiptarë nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe trevat e tjera, të cilët kanë ndërtuar pasuri të konsiderueshme në Zvicër, Gjermani, Itali, SBA e të tjerë, kryesisht në ndërtim, tregti, logjistik, hoteleri dhe shërbime. Megjithatë, shumica e tyre preferojnë profil të ulët dhe nuk figurojnë në lista zyrtare globale, duke e bërë të vështirë një renditje të saktë. Pavarësisht mungesës së një klasifikimi zyrtar, një gjë është e qartë: kapitali shqiptar, si brenda trojeve shqiptare, ashtu edhe në diaspor, po bëhet gjithnjë e më i dukshëm në hartën ekonomike rajonale dhe ndërkombëtare, ndërsa emra si Samir Mane, Bexhet Pacolli dhe familja Destani shihen si simbol i kësaj fuqie të re financiare.
Historia e shqiptarëve më të pasur në botë është histori e emigrimi, sakrifice dhe guximi. Lista po rritet çdo vit. Pyetja mbetet, kush do të jetë miliarderi shqiptar i radhës?